Dhe normalisht vendi shkon në zgjedhje mbas 3 vjetësh. 3 vite e gjysmë. 3 vite e gjysmë. Ja, zgjedhje lokale. E ka për parlamentare. Dhe kjo është ashtu, dhe unë mendoj që në ana e strategjisë politike, faktori opozitar e gjithë skena, jo vetëm zoti Lapaj, është gjendur i papërgatitur për të pasur një strategji se si duhet veprojë në këto kushte. I papërgatitur mendon? Po kjo është... E bëj këtë pyetje sepse zoti Kume pak më përpara po shpjegonte se si funksionon sistemi zgjedhor. Dhe gjithë partitë politike, gjithë drejtuesit e partive politike e kanë ditur shumë mirë se çfarë sistemi politik zgjedhor janë përballur dhe se si mund shpërndajë votat dhe sa pesh mund të kishin pra në projeksionet e tyre. Ishin besoj të përgatitur mbi situatën, apo kishin fjalën për skandalet dhe për situatën me spanka? Unë kam në fjalën që partitë politike kanë intensifikuar aksionin e tyre politik. Protesta, po ta vini re ka çdo 2 ditë protest. Njërë lëvizja bashkë, njërë Shqipëria bëhet. Zoti Sheha është në terren duke mbledhur firmat, po. Partia Demokratike, është intensifikuar aksioni politik i opozitës në tërësi. Dukshëm nuk po jep rezultate. Dhe unë mendoj që arsyeja kryesore që nuk po jep rezultate është që partitë opozitare, përveç se duhet të shfrytëzojnë momentumin që i ka dhënë SPAK-u si, le të themi, duke ekspozuar Ramën në një aferë të madhe korrupsioni, do duhet që të kujdesen edhe për modelin politik që ato përfaqësojnë. Pra nuk duhet të punojnë vetëm me Ramën. Nuk duhet të punojnë, mua më trishton pak edhe kjo vizualizimi. Pra edhe fytyra e Ramës mbrapa, kur shikon PD në Ramaduro, është gjithë kund Rama, po të heqësh fjalorin, po të heqësh Rama, bëhet kështu, dhe nuk e çfarë fjalimi thua. Sepse, po, absolutisht po. Dhe unë mendoj që opozita duke shtuar edhe komponentin për të treguar një model politik ndryshe nga Rama. Pra nëse Rama ka një parti solide që nuk bën zgjedhje, do duhet që partitë politike opozitare të ndërtojnë një parti që bëjnë zgjedhje. Në qoftë se Rama ka një parti që nuk respekton mendimin ndryshe, do duhen që partitë e tjera të vogla dhe të mëdha të respektojnë mendimin ndryshe. Në disa elemente, partitë opozitare e kanë më të mbrapsht mekanizmin demokratik brenda tyre se sa Rama që e ka keq edhe e ka keq. Në këtë kuptim, do duhet që të sjellin elemente shtesë të si do qeveriset vendi, si është Shqipëria e së ardhmes, kush është entuziazmi i qytetarëve për të ndjekur këto forca politike. Po këtë kishte ta bënin përpara zgjedhjeve, teksa prezantonin programin e tyre politik. Po pra, këtë do të them. Besoj që e kishin mundësi që përpara zgjedhjeve ta sillnin që kanë e tyre politik. Dhe unë mendoj që tezat për bashkimin e opozitës nuk janë teza fort të kritikueshme, unë mendoj që po ja dolën do ishte interesante. Unë jashtëzakonisht rezerva për mënyrën se si partia më e madhe opozitare në vend le të themi ndërton aksionin e vet politike dhe ndërton raportin e saj me demokracinë dhe raportin e saj me publikun, që është jashtëzakonisht i dëmtuar dhe duke mos dhënë le të themi një lloj llogaridhënie për humbjen dhe katastrofën që opozita të zbatonte statutin e vet. Çfarë do thotë për ata që po na ndjekin? Neli Basha ta çonte edhe një herë zgjedhje parti. Të largohet po thua kryetari aktual zoti Berisha. Nuk e di se do riformon. Apo nuk e di se zgjedhjet në parti. Do të bëjnë zgjedhje po ai duhet jetë dorë dhe mund ta zgjidhin prapë, nuk e di se çfarë bëjnë. Po duhet që të tregojë një model, nëse këtej nuk respektohet demokracia, nëse këtej nuk respektohet autoritarizëm, s'ka mendim ndryshe. Partitë opozitare duhet fillonin ta ndërtonin këtë lloj modeli që t'ia jepnin qytetarëve. Brenda Partisë Demokratike. Po sa e keni përjashtuar një? Sa e ke vetë përjashtuar një? Saliani doli bëri 2 aksione u vetë përjashtuar. E keni të gjitha mediat dhe të gjitha ekranet e televizionit të Shqipërisë. Po në ekrane vetëm ti mbyllesh në ekrane tani, janë mbyllur ekranet. Jo, kuptoj. Unë po them brenda partisë ç'mund të bëjnë. Jo, atë që do të kuptosh ti. Problemi me opozita patjetër që ka shumë probleme. Ka probleme strukturore, ka probleme. Ne jemi në mes në pothuajse në përfundim të një analize të brendshme. Për rezultatin e 11 majit, sigurisht mund të ishte bërë më parë, por u prit edhe Ana po themu që i pa përgatitur tani pra. Pra, do pritësh kjo, edhe ajo zgjatim përtej për hapësirave kohore që ne ishim mësuar më parë. Pra, ne kemi pat raportin dorë në fund. Po çka ka analizë, ti e di që unë bezgjedhje, çfarë analizë do bësh? Analizën ti unë bezgjedhje, statusi thot, po unë bezgjedhje nikëm kryetari. Çfarë analizë do bësh? Ka Kosova një shembull fantastik. Ta bëjnë opinionistët, ta bëjnë patronatë, ta bëjnë gjithë. Po më vazhdo bëre. Po ne jemi duke bërë pra këtë po them. Nëse ti s'do më dëgju, është problemi yt. Ne jemi në mes të një analizë të paktën unë t'jap eksperiencën time personale, jam i caktuar
në 2 dek Tiranës Mlaja, dhe jemi takuar seksion, grup seksion, kemi marrë problematikat atë të dhënat, datat, statistikat, Një pyetje të bëjmë, e keni kuptuar që keni humbur zgjedhjet për shumë? A e keni kuptuar që keni humbur zgjedhjet? Ja keni një pyetje shumë e thjeshtë. Ka nevojë për analizë për të kuptuar që ke humbur zgjedhjet? Ka nevojë për analizë edhe kur fiton edhe kur humb. Nëse mund të them diçka. Tani, Unë